Me librin Balada e burgut dhe poezitë të zgjedhura nga Oscar Wilde, përgatiti dhe shqipëroi Artur Balli, po lexoj poezinë Zëri im. Brënda kësaj bote moderne, që nxiton shqetësuar, ne morëm gjithë kënaqësinë e zemrës, unë dhe ti. Dhe tani, ania jon, prej ngarkesës lehtësuar, me velat e bardha mbledhur, në qoshe e limane rri. Ja përse, faqet e mia, para kohe janë venitur. Nga çdo vajtim për gëzimin që shkoj e vate për dreq. Buzët e kuqe, brenga mi ka zbehur, plasaritur, dhe rënimi, perdet e shtratit tim tërheq, e tërheq. Por gjithë kjo jetë e zhurmshme nuk ka qenë për ty më tepër se një lirë apo tingull i ngjyruar, delikat prej violash a muzika e detit aty, brenda në një guask, si e hon e imituar. Ka dhe një shënim. Poezia e shkurtër Zërim, My Voice, që është zgjedhur në këtë përmbledhje, u botua menjëherë pas një poezie tjetër të titulluar Zëri i saj, Her Voice. Dy poezitë së bashku japin idenë e një dialogu që ka mjaft të ngjartë jetë midis gruas së poetit dhe vetë atij. Të dy poezitë i referohen fundit të një marrëdhënieje, por zërat janë mjaft të ndryshëm. Të dy palët shprehin dhimbje dhe keqardhje, por i shohin ato nga këndvështrime të ndryshme. Gruaja tregon se e do burrin, por nuk është e mundur të qëndrojë më në marrëdhënie me të. Burri ndjen një dhimbje shkatërruese që nuk mund të shërohet. E gjithë kjo mund të komportohet të lehtë me jetën e Wilde, i dënuar në burg për kryerje veprash të turpshme. Ai u shndrua shpejt në një njeri të rënuar. E shoqja, që nuk e divorcoi kurrë, ndryshoi mbiemrin e saj dhe të fëmijëve në Holand dhe i ndaloi atij të ushtronte të drejtat prindërore. Në këtë kontekst është kuptim plote strofa e fundit, ku ndërsa personazhi, poeti mbetet i rrëgjuar dhe shkatëruar, gruaja është e lirë të vazhdojë më tej me jetën e saj. Njërit si mbetet tjetër veç të dëgjoj zhurmën e oqeanit brenda një guacke, kurse tjetra mund të kthej kurrizin guackës dhe të largohet. Zërim, Oscar Wilde, shqipëroi Artur Balli. Lexoi Artemis Prifti.